Personat me aftësi të kufizuara, invalidët, para dhe tetraplegjikët po detyrohen të paguajnë biletën e shërbimit të transportit publik urban. Në të kundërt, ata detyrohen të zbresin nga autobusi. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së personave me aftësi të kufizuara në Vlorë, thotë se kjo është një situatë e përsëritur. Sipas Muhametit, Vlora është qyteti vetëm në rang vendi ku prej nisjes së kësaj jave zbresin me forcë nga autobusi nëse nuk paguajnë biletën. Ka që ditën e njëjtë të javës së kaluar që personat me aftësi të kufizuar, si të themi para dhe tetraplegjik që kanë edhe të pamundur hypjen atje, po dikush mund të tentojë të hypjë duke ndihmuar të tjerët, por personat invalid të punës, persona me aftësi të kufizuar janë zbritur nga autobusi. Më vjen keq që citojmë për disajtën herë këtë që ndodh vetëm në qytetin e Vlorës një gjë e tillë që të zbresë invalidët nga autobusi, gjë e cila që në bazë ligjit të së drejtës tyre u takon që ata shërbimin urban dhe ndër qytetas ta kenë falas. Shërbimin urban në qytet falas dhe shërbimin ndër qytetas e kanë me 50% të vlerës dhe me vend të përcaktuar. Gjë e cila nuk ka ndodhur dhe nuk është pretenduar që të zbatohet ndonjëherë, kupton ti për kushtet të cilat jemi. Muhameti thotë se i është drejtuar edhe Bashkisë së Vlorës, por nuk ka asnjë përgjigje deri më tani. Sipas Hysen Muhametit, që personat me aftësi të kufizuar të udhëtojnë falas është një drejtë ligjore e garantuar edhe nga Bashkimi Evropian, por në Vlorë operatori nuk e zbaton diçka të tillë. Ne nuk e dim, ne në vazhdimësi jemi drejtuar edhe Bashkisë qytetit, edhe për rastin që kemi në fjalë që po flasim, dhe nuk kemi marrë përgjigje akoma, janë në bisedime aqar janë nuk e dim, por në bazë të një vendimit të Bashkisë Vlorë dhe të Këshillit Bashkiak për vitin 2024-2025, unë kam vendimin këtu përpara dhe di që operatorit privat i akordohet një shumë e madhe lekësh e cila është e përcaktuar në vendim 15.360.000 lekë. Do me thënë për çdo person që hypë në autobusin urban Vlorë, Skela po Vlorë i të ftohtë, për një person Bashkia në muaj paguan 16.000 lekë të vjetra. Kështu që dhe për 30% të numrit të përgjithshëm të invalidëve që ka presupozohet që ka qyteti. Gjë e cila që me 100% nuk arrihet të hypë një numër i madh i përcaktuar, sepse në pamundësi që kanë ata nuk lëvizin për ditë. Ne përderisa pushteti e ka detyrim ligjor për të zbatuar për personat me aftësi të kufizuar, invalidët në tërësi dhe ligji vazhdon të jetë ende në fuqi, nuk kanë të drejtë për ta shkelur. Operatori privat ku e ka gjetur gjithë të guxim, sepse nuk është hera e parë, e them me përgjegjshmëri, domethënë të plot, që të zbresësh një invalid nga autobusi nuk është zotësi e operatorit. Kjo tregon një diskriminim që u bëhet tyre dhe një, si të themun, të tregon njerëzit të pamëshirshëm në këtë drejtim. Duke zbritur një invalid nuk është zotësi e tij. Ti si operator privat në bazë licencës që ke marrë nga Bashkia Vlorë, ke dhe detyrimet ligjore të përcaktuara. Nëse Bashkia nuk ti zbaton detyrimet ligjore të japi fondin e përcaktuar, ti luftoj me Bashkinë, mos luftoj me personat me aftësi të kufizuar duke i zbritur. Është i vetmi qytet, po e citoj dhe e kam cituar dhe herë tjera, është i vetmi qytet në Shqipëri që zbret invalidët nga autobusët. Ose në të kundërt, personeli që autobusët kanë, të themi faturinat apo shoferët apo këta, duhet të jenë trajnuar për këtë punë vëlla. Dhe mua të më hypi me përgjegjshmëri të plot ai personi atje, se mba përgjegjshmëri në qoftë se unë aksidentohem aty te autobusi. Gjë e cila nuk ka ndodhur, sepse ata i kanë shtyrë dhe vazhdojnë të shtyjnë, vinë me lot në sy, kam thënë herë të tjera. Thirrja ime është që këta të mos vendosin dorë mbi invalidët e para. Në mënyrë institucionale të zgjidhin problemet e tyre. Invalidi e ka të drejtë të përcaktuar në ligj shërbimin që duhet t'i bëjë. Qoftë Bashkia, qoftë operatori privat. Vetëm 40 lekë kushton bileta autobusit për një person me aftësi të kufizuara, ndërkohë që ky person nga Bashkia e Vlorës ka të paguara 40 udhëtime falas. Në autobuset e Vlorës vetëm 25% e personave me aftësi të kufizuara e përdorin shërbimin publik të transportit urban.